I mira e njeri I miri I cili e bën punën me mallku njerëzit. Mallkimi është tepër I rëndë, sepse mallkimi është barazime me të nxjerr pi feje, me të largu pe rahmetit të Zotit. E njeri ku largohet pe rahmetit të Zotit ku shkon? Shkon në xhehenam. Mos bë vepra të këqija me të mallku njerëzit. Mos le mas veti sharr me të mallku njerëzit. E la kamën e sherrit, pra na lani sharr në fitne, na la bela, pra ajo vdekat e ne halep ja shamshirrin, edhe mallkojnë për së vdekur. Dhikri amburon nga mallkimet që bëhen me ose pa të drejtë. Dhikri është ibadet në veti. Ibadet se namazi, Korani, lutja, doja, sadaka, ibadete janë to. Lezimi Koran të këtë ibadetin veti. Edhe dhikri është ibadet në veti. Madje disa kanë thonë dhikri është emën I madh ku në të futen krejt ibadetet. Sepse Allah ka thonë alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ata të cilët الذين يتفكرون النالن مندوين الذين يذكرون الله قياما وقعودا përmendin Allahin, bëjnë dhikr. Kam e ulur. Tash këtu në kam e ulur mund të kuptohet në kam duke hecur, bëjnë dhikr. Ulun, pështetun, arat, por mund të kuptohet edhe namaz. Lexojnë, bëjnë dhikr Allahun duke qëndruar në kam namaz, bëjnë dhikr në Allahun kur janë ulur namazin në rukun sejdë. Pra namazi mund të futet mbrana dhikrit. Nana që atje meditimet e fekrun fi khalqi samawati wal ard, meditojnë krimin e qiellit dhe tokës, edhe është dhikr, sepse është ibadet. Pra krejt futen emën në farë mënyrë mundën më fut krejt në dhikr. E dhikr është emën I madh. Por mundet të veçohet dhikr, kur të thuhet dhikr, pra me bot tasbih, me madhru, me lavdru të madhin Allah te bareke ve taala, jashtë namazit, jashtë agjerimit, jashtë zakatit, jashtë haqit dhe kërë përgjithshëm. E përkujton Zotin të barek, e përkujton e madhran, e falinderan, e lavdran e kështu me radhë. Përpasaj në dhikri dhe e mbron robin. Dhikri e mbron robin pej të këqijave, pej shejtanit, pej insanit, pej kaderave, e mbron robin. E mbron. Tani atë mbron edhe pej mallkimeve të njerëzve, kjo në varet. Mundet me të mbrojt për mallkimet të njerëzve gjithsesi, por në anën tjetër mallkimet e njerëzve, a I bojnë me të drejta pa të drejtë. Kështu që fillimisht mëse bë punë me të mallkon njerëzit. I mira e njeri I miri, I cili e bën punën me mallkon njerëzit. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë disa raste, ka thënë ai I cili bën këtë dhe këtë dhe këtë. Për shembull, ai I cili ka thënë, ai I cili në Medinë, men أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا إله إلا الله. Ai cili bën diçka të keqe në Medinë, apo mbron të keqe në Medinë, po në Haram Mekë, e mallkon Allahu, e mallkojnë melaqet, e mallkojnë njerëzit. I mirë është ai cili bën punën me të mallku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-la'nain rujuni në mallkimeve në rrugë. Ka një Rasulullah që ka thonë kryrja, Allah I ndëroft, e nevojës fiziologjike në rrugë ka kaloj njerëzit, o është sebeb me të mallku njerëzit. Mëse virë punë me të mallku. Mallkimi është tepër I rëndë, sepse mallkimi është barazime me të nxjerr pi feje, me të largu pe rahmetit të Zotit. E njeri ku largohet pe rahmetit të Zotit ku shkon? Shkon në xhehenam. Andaj do të mëroj trupi fillimisht, mëse bë punë me të mallku njerëzit. Sepse nëse mallkimi nuk nxjerr nëse nuk nxjerr pe dinit, nëse nuk nxjerr gjasat maksimale me çun xhehenam. Ruaj mëse bë punë me mallku njerëzit. Mos bë vepra të këqija me të mallku njerëzit. Mos le mas veti sharr me të mallku njerëzit. Sa njeriu lën sharr mas veti, lën kamën e sherrët të popullit. E la kamën e sherrët, tjetër la kamën e hajrit e përdor populli. E la kamën e hajrit, do më thonë nisimi punë të hajrit e tash na po vazhdojna që atë apo hajrin atina. Ja po hajrin. Edhe po lutemi për te. E la kamën e sherrët, pra na la një sherr në fitne, shkoj edhe na la fitne, na la rushen, na la bela. Pra ajo vdekat e një halep ja shamshirrin. Edhe mallkojnë për së vdekur. I mira që bën punë me mallku njerëzit,
për së gjallë, për së vdekur. Pra fillimisht nëse bë punë të mallku. E pastaj me lutë Allahun që Zoti më na fal. Dhe më na ruaj pe çdo të ligë, çdo të keqe. I madhi Allah te barekuhu teala.